Po mënona me I marë pyetjet ma interesante të cilat I ka ndërgu shikus tonë, sepse ju kemi tregu që do të flasim me psikologën. A ndihmon agjërimin e zhvillimin e vetë kontrollit më të mirë në aspektet tjera të jetës? Njëna prej pyetjeve. Po, sepse duke mësu me kontrollu nevojën për ushqim, dëshirën për ushqim dhe sfidat që mundesh me pas ushqime rreth teje, ti mësohesh me kontrollu edhe në aspekte tjera pastaj, varësisht prej situatave, mësohesh me kontrollu emocionet e tua. Kështu që po, ndihmon në vetë kontroll. Unë e kisha lidhë dashur një pyetje pikërisht me këta, a mundet me u shfrytzu ky 30 ditëshi si një periudhë që e the e qetësisë, reflektimit për me ndryshu disa zakonet këqija, shprehit këqija tonat, nuk po du me e minu cilat, po çka do qofshin ato? Jo rallë e shoh gjatë përvojës të edhe me persona të varur nga drogat, alkooli. Jo rallë e kam pa që e kanë shfrytzu muajin e Ramazanit për me fillu një ikje largim nga ato shprehit këqija dhe një rikthim të besimi I tyre, kështu që kam pa në praktik, po e tham prej përvojës, kam pa që ka qenë ndihmues për këta persona. Kështu që edhe shprehit e tjera mundet me qenë ndihmuese. Pra, po tham, krejt varet prej asaj a don apo s'don. Po. Gjatë rrugës mundet me pas gjithmonë vështirësi, asnjë qëllim nuk arrihet krejtësisht lehtë, por na nuk duhemi me u ndal menjëherë në vështirësinë e parë ose në dytën. Duhemi me u ndal vetëm kur te kemi arrit qëllimin. Saktë, edhe kur e sheh veten para pasqyrës edhe thuja dola. Po, pikërisht. Por që është thënë disa herë, edhe nuk është që e kam shpikun as Antigona këtë fjalë, po nëse 10 herë jemi rrëzuar, të ngritemi të 11-ën, po edhe nëse 11-ën rrëzohemi të ngritemi edhe për herën e 12 dhe gjithmonë të luftojmë deri t'ja dalim. Dhe kur po flas këtë fjali, nuk po tham vetëm për agjërimin, por në përgjithësi për çdo pengezë, sfidë të mirë të jetës që na vjen. Për motivin e njerëzve për me arrit një qëllim. Unë e kam një shembull që e përdori shpesh, ai labirinti që është miu edhe atje djathi gjej rrugën për të djathi. Miu asnjëherë nuk ndalet pse herën e parë nuk e ka qellu rrugën. Ai vrapon derisa pas erës së djathit derisa të arrin me gjetë rrugën. Kështu që asna nuk duhemi mu ndalë derisa të arrim qëllimin. Nuk ka gabime, nuk ka dështime në jetë, nëse nuk ja kemi qëllu herën e parë, nuk kemi dështu. Dështojmë vetëm nëse nalemi. Ka orvatje, tentativa dhe mos qëllim I rrugës së dur. Për me zhvendos temën, sa po e përmendë mirë, ma hupe vetë besimin. Ravet besimin. Ravet besimin. Ja nisa me këqy. Unë gjallë fobia. Nuk është teme që lume me folë me mu. Okej. Këtu qalojmë, Antigona. Jo, pak shaka në mënyrë që... Cila është një kopë që të pëlqen? Krejt qirat. Macja. Të e nëzonat minin. Jo, ndrojmë temë, shkojmë temën tonë.